Mbrëmjen e djeshme kur Egli takohu futësërish brenda shtëpisë së Big Brother në VIP 4, të vetmen të cilën e përqafoi plot mall ishte Danja. Rozana Radin dhe gjestin ajo i takoi me tepër ftohtësi. Këtë gjë e kishte vënë re edhe Rozana, e cila pas spektaklit i ka shkuar pranë për ta pyetur. Po më duket sikur po më mban distancë, i tha ajo. Ne në një lloj distance ishim përpara se unë të ikja. Ti ke qenë e para që ke iniciuar me skema që unë të dalë për ndjekse dhe posesive. Nga ti ka dalë për herë të parë kjo fjalë në këtë shtëpi, ju përgjigj Egli shumë ftohtë dhe pa ju dridhur qërpiku. Ndërkohë që ditën e sotme, Egli dhe Gerta kanë bërë paqe. Ato i kanë dhënë njëra tjetrës një përqafim. Nëse ti do jesh ajo Egli e javëve të para për mua është shumë kënaqësi në raport me mua si Gert, jo me gjithë shtëpinë, nëse do ishte ajo marrëdhënie, nëse pastaj do vazhdosh lojra të tjera është tjetër gjë, por ndjeva të jap një përqafim. Ne vërtet jemi këtu dhe acarohemi sepse loja kjo është. Shumë gjëra të duken të padrejta, do t'i bërtasësh me zë shumë të lartë. Por tek e fundit jemi dhe njerëz, i tha Gerta Eglit.